Si t'i shëroni thembrat e qara vetëm me sodbuke, provojni dhe do na falenderoni. Përveç se ka një pamje të keqe, thembrat e qara edhe shkaktojnë dhimbje. Fatmirësisht, përbërësi i zakonshëm i cili gjendet në kuzhinë mundet që të ketë efekte shëruese në thembrën tuaj. Kjo pasi soda e bukës ka veti antiseptike të cilat reagojnë kundër infeksioneve në thembrat tuaja. Soda e bukës jo vetëm që është efektive, por është edhe e lirë. Përbërësit janë 3 luggjelle sodë buke dhe 4 deri në 5 litra ujë. Filloni duke përzier sodën e bukës me ujë të nxehtë dhe futeni këmbët në ujë për 10 deri në 15 minuta. Kur këmbët të jenë të zbutura mirë, pastrojeni ato me ujë të nxehtë, lëreni të thahen dhe lyeni me krem apo vazelinë. Koha më e mirë për ta bërë këtë është para se ju të flini dhe për rezultate më të mira duhet ta përsëritni këtë çdo ditë për 1 javë.